Ju falenderoj shumë për këtë eksperiencë të mrekullueshme. Sinqerisht duhet ta them që ka qenë e papritur çdo gjë që ka ndodhur këtu. Jemi kënaqur shumë, kemi krijuar shoqëri të re. Doja rekomandoja secilit njeri është eksperiencë e jashtëzakonshme që duhet patjetër secili ta përjetojë. Hyri i tretë ka qenë gjëja më e bukur që e kam bën jetën time. Asnjëherë në jetën time nuk kam qenë më e lumtur se tani. Është një nga gjërat më të veçanta, më të paharuara që ndodh njeriu në jetë. Bën shumë. Ndofta nuk gjendet dot asnjë fjalë për të përshkruar. Nëse do kishte një fjalë, nuk do ishte asnjëherë ajo e dukura. Spari jam shumë falenderuese se jam pjesëmarrje në këtë grup të mrekullueshëm. Unë e kam gjetë veten, dashurinë, paqen dhe respektin e çdo personi këto. Që ky fëmia jam i mbrën shumë, ka të shumë, ka kesh me zemër, ka kajt me zemër, ku mujt ketë sanët mi nxjerr, mu liru, edhe e pyeta veten dje thash si e kam kalu në najher vitin pa ardhur në rritëri. Për gjithë ata që dojnë me bën ndryshim në jetën e vet, veçanë sugjeroj për shpirtit, se është diçka e mahnetshme që me fjalë nuk ka përshkrim, do të më përjetë. Falenderoj me gjithë shpirt në zemër. Ndoshta këtë lutje një në Zoti Perëndia. Se kemi kalu diçka fantastike. Super energji e mirë, super vibe, ka pas njerëz shumë të mirë, shumë energji pozitive, jom kënaq shumë. Unë uroj që gjithë ato që duan të zgjohen të vinë dhe ta përjetojnë rritin. Kjo është mrekulli. Ishte një eksperiencë që nuk e kam jetuar asnjëherë në jetën time dhe me të vërtetë kam kalu momentet e paharrueshme se ja konsideroj çdo personi në jetë që ta bën vetëm një herë. Ky pushim, ky retret nuk harrohet kurrë dhe jam tepër falenderuese se ekziston një kësaj mundësi.